Rusia ka dorëzuar tashmë një listë kërkesash për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës kundër Ukrainës dhe për të rivendosur marrëdhëniet me Washingtonin në Shtetet e Bashkuara. Për këtë zyrtarët amerikanë kanë nxituar për në Moskë për të informuar udhëheqjen e saj për një marrëveshje armpushimi të rënë dakord gjatë bisedimeve në Arabinë Saudite me Kievin. Është e paqartë saktësisht se çfarë përfshiu Moska në listën e saj ose nëse është e gatshme të përfshihet në bisedimet e paqes me Kievin përpara se t'i pranojë ato, zbulon Reuters. Zyrtarisht Kremlini deklaron se është në pritje për t'u informuar për përmbajtjen e bisedimeve në Xheda. Në fakt, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov paralajmëroi mediat që të mos ecin përpara, ndërsa sugjeroi që Putin dhe Trump të flasin personalisht. Kontaktet diplomatike po zhvillohen ndërsa operacioni i Rusisë për të dëbuar forcat ukrainase nga Kërsku në perëndim është në shtrirjen e fundit. Kjo u raportua të njëjtë nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov. Ky zbulim u bë i ditur një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin vizitoi trupat në rajonin e Kërskut. Jemi në fazën përfundimtare. Rusët po përshkallëzojnë operacionet e tyre në Kërsk. Kjo është vizita e parë e Putinit, i cili madje ishte i veshur me uniformë ushtarake në rajonin e Kërsk, që kur forcat ukrainase filluan një sulm të befasishëm ndërkufitar në gusht 2024. Burime të mirë informuara raportojnë se zyrtarët rusë dhe amerikan kanë diskutuar kushtet për përfundimin e luftës në Ukrainë gjatë 3 javëve të fundit. Megjithatë, të njëjtat burime i përshkruan kushtet e Kremlinit si të gjera dhe të ngjashme me kërkesat që ai kishte paraqitur më parë ndaj Ukrainës, SBA-s dhe NATO-s. Këto kushte të mëparshme përfshinin ndalimin e anëtarësimit në NATO për Kievin, një marrëveshje për të mos vendosur trupa të huaja në Ukrainë dhe njohje ndërkombëtare të pretendimit të presidentit Vladimir Putin se Krimea dhe 4 provincat e pushtuara i përkasin Rusisë. Rusia vitet e fundit i ka bërë gjithashtu thirrje SBA-s dhe NATO-s që të adresojnë ato që ajo i quajti shkaqet rrënjësore të luftës, duke përfshirë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Zyrtarët amerikan dhe rus kanë thënë javët e fundit se një projekt marrëveshje e diskutuar nga Washingtoni, Kievi dhe Moska në Stamboll në vitin 2022 mund të jetë një piknisje për bisedimet e paqes. Marrëveshja nuk u përfundua kurrë. Në këto bisedime, Rusia kërkoi që Ukraina të braktisë ambicjet e saj në NATO dhe të pranojë një regjim të prershëm pa armë bërthamore. Ai gjithashtu kërkoi një veto ndaj veprimeve të vendeve që donin të ndihmonin Ukrainën në rast lufte. Megjithatë, në anën amerikane nuk ka asnjë linjë të përbashkët. I dërguari i SBA-s për lindjen e mesme, Steve Witkoff, i cili ka udhëheqje në kontaktet me Moskën, muajin e kaluar i përshkroi bisedimet e Stambollit në CNN si negociatat bindëse dhe thelbësore dhe tha se ato mund të jenë një udhërrëfyes për arritjen e një marrëveshje e paqe. Megjithatë, i dërguari i lartë i Trump për Ukrainën dhe Rusinë, generali në pension Keith Kellogg, i tha një auditori të Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë javën e kaluar se ai nuk e sheh marrëveshjen e Stambollit si një piknisje. Unë mendoj se ne duhet zhvillojmë diçka krejtësisht të re, tha ai. Megjithatë, fakti është se angazhimi i Putinit për një marrëveshje të mundshme armpushimi është ende i pasigurt. Disa zyrtar, ligjvënës dhe ekspert amerikan kanë frikë se Putini, një ish oficeri i KGB-s, do të përdorte një armpushim për të intensifikuar atë që ata thonë se është një përpjekje për të ndarë Shtetet e Bashkuara, Ukrainën dhe Evropën për të minuar çdo bisedë. Realiteti është se pavarësisht humbjeve të rënda luftarake të Rusisë, dëmtimit të ekonomisë së saj dhe izolimit diplomatik, ajo beson se po e fiton luftën. Ai beson se armpushimi është në dobi të Ukrainës dhe beson se kjo pikpamje duhet të reflektohet në negociata. Sanksionet dhe tarifat më të gjera të SBA-s kundër Rusisë, të cilat Trump ka thënë se po i konsideronte ditët e fundit për të bindur Moskën të binte dakord për një armpushim dhe negociatat, nuk kanë gjasa të kenë shumë ndikim. Siç tha Alexander Koliander, i qendrës për analizën e politikave evropiane, eksportet ruse në SBA ranë me më shumë se 80% vitin e kaluar, krahasuar me periudhën e paraluftës në rreth 3 miliard dollar, më e ulta që nga viti 92, ndërsa kostot e luftës dhe sanksionet ndërkombëtare nuk e kanë shembur ekonominë ashtu siç sugjerojnë disa. Normat e larta të interesit dhe rritja e ulët po e gjymtojnë ngadalë Rusinë si një nxitje. SBA mund të ofrojë përfundimin e sanksioneve të saj bankare dhe ndalimit të aksesit në teknologjinë perëndimore, nëse shumë sanksione jo SBA ka të ngjarë të mbeten në fuqi nga vendet aleate me Ukrainën.